Situata është bukur e rënë se ne kemi shpresu që pas vendimit të gjykatës do ta shfrytëzon mundësinë vetëvendosje me e kthy praktikën, pra me ndryshu praktikën e votimit, me kthy në votim të hapur, eventualisht edhe atëherë me kalu në kandidat, ai që i merr votat me kalu, e ne kemi shpresu që do të mërime të ndonjë kandidat konsensual që do të japshin votën. Kemi ngesë pra të ky komisioni që vërtet është një pozicion i gabuar edhe në bazë rregullore. Ne qëndrimet i kemi dhënë me kujdes në mënyrë që ta ndihmojmë gjendjen. Pra nuk është se nuk kemi dhënë ndihmë, pra s'pari kemi kërkuar mu kthy praktika e votimit në mënyrë që të votojmë. Jo me marr praktika e votimit që mos me votu, pra sikur të kthehet praktika e hapur e votimit, shpresojmë që do të votojmë. Pra edhe për ata që nuk kemi votë, do të votojmë kundër, po për kandidat konsensual do të votojmë për. Pra kjo është përparësia dhe po shpresojmë që do ta gjejmë një rrugë si mund kthyti votimi i hapur. Po kam dëgjuar që po punohet edhe për 2 kërkesa për gjykatën, pra për këtë çështjen e praktikës votimit, gjykatën kushtetuese, po e keqja e kësaj është ato prapë marrin kohë, e ne koha po na ec, pra po na. Një temë që u diskutu seriozisht është edhe çka ndodh pas 30 ditë.